Kapiteni i Kosovës Amir Rahmani është përfshirë në mesin e 19 mbrojtësve më të mirë të vitit në nominimet e publikuara për EA Sports FC 26 Team of the Year, një çmim prestigjioz që ndaron futbollistët më të spikatur të vitit kalendarik. Formacioni më i mirë do të zgjidhet nga votat e publikut, ndërsa futbollistët që marrin më shumë vota do të shpallen më 15 janar. Të gjithë tifozët dhe dashamirësit e futbollit mund të japin votën e tyre për të ndihmuar Rahmanin të bëhet pjesë një mdjeqës më të mirë të vitit dhe të tregoj vlerësimin që meriton për kontributin e tij në fushë. 31 vjeçari ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Napoli, duke shënuar një gol në 16 paraqitje dhe duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e skuadrës. Përveç performancave në klub, Rahmani ka treguar udhëheqësi të madhe edhe me kombëtarën e Kosovës, duke konsoliduar vendin e tij si një nga mbrojtësit më të respektuar të futbollit shqiptar. Si mund të votoni? Tifozët mund të hyjnë në faqen zyrtare të EA Sports FC 26 Team of the Year dhe të zgjedhin futbollistët e preferuar nga secili pozicion për të formuar një mdjeçën ideale të vitit.